pasur dasëm në Big Brother VIP Albania, është martuar Selin dhe Gimbo, por ka pasur mjaft dinamike edhe gjatë dasmës e po ashtu post dasmë. Kam të ftuar në një lidhje direkte gazetarin Klevis Mile. Klevis, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit juve, përshëndetje. Klevis, si u duk atmosfera në dasmën e Selin dhe Gimbo? Guri ka qenë një dasëm shumë interesante. Ka pasur edhe të mira dhe të këqija. Kemi pasur çiftin e dashurum, tashmë i deklaruam si çift pas puthjeve që ka dhënë një ditë pas dasmës dhe gjatë dasmës. Mund t'i quajmë qartazi, çift Selin e Gimbo, por që kemi edhe Rogertin Apas që i ndjek me të shkupin dhe është ai që do t'i ndajë dhe nuk i lënë që të shijojnë martesën ose dashurinë e tyre. Kemi parë një dasëm Pink dje, Pink Queen, Selin dhe Queen dhe Gimbo, DJ Gimbo në krau tjetër. Më ka pëlqyer deri diku, po të them të drejtën Guri nuk e se kanë fal emocion, që thua po është një çift që ka atë dashurinë dhe ta quajmë po na jepet romancën. A është faj Rogertit këtu me ato fjalimet e tia edhe Juela nga pas, e cila është shprehur aq ashpër kundrejt tyre, apo vërtet nuk ka një ndjesi kundrejt Selinit do ta quaja, se Gimbo mund ta shohim qartazi që është ka me kohë ka rënë brenda me Selinin, por në krau Selinit nuk më pëlqyen disa gjëra të drejtën Guri. Disa shikime, disa reagime ironike që ka pas, sa i përket mirit flas gjithmonë, ato shikimet nuk e di, nuk më bin dot Selini akoma Guri që mund të ketë ndjenja vërtet për Gimbon. Duhet të komentoj pak sa i përket Rogertit në këtë moment edhe Juelës gjithashtu, po ashtu edhe qëndrimin që ka mbajtur miri gjatë dasmës dje. Rogerti ishte prekur gjatë javës për ftesën që i ka dërguar Selin me Gimbon, ku nuk e kanë ftuar në dasëm. Edhe kjo e ka bërë Rogertin që të reagojë edhe të marrë vendimin që unë të shkatroj dasmën, domethënë të dalë i keq i kësaj ceremonie. E ka arritur deri diku sa i përket syrit publikut. Domethënë mua më është dukur komplet në veri dhe ka humbur çik atë vëmendjen e çiftit, ka hequr vëmendjen e çiftit. Por më ka pëlqyer shumë qëndrimi që ka mbajtur Selin me Gimbon, duke mos i dhënë fare rëndësi dhe duke shijuar momentin e tyre të martesës, edhe çdo lloj feste që kanë bërë pas ceremonisë, edhe ku pasi erdhi Antonio Tosca që konduan, kërcyen edhe bën gjithë atë festë. Nuk më ka pëlqyer Rogurit të drejtën reagimin që ka bërë Rogerti. Okej, deri diku ishte lojtar, po me tej ato shkatrimet e tortës, luleve, grisjave, dekoreve që ka pas përreth aty, kjo mu duk si kur Rogerti aty ka ulur shumë sponsorat aty të reality show, sepse një sponsor aty hedh goxha lek, edhe ne dim shumë mirë se sa lek mund hedh një sponsor për të reklamuar në një reality show si Big Brother. Kjo tregon mosmirënjohje kundrejt Rogertit më së shumti, duke mos marrë përballë të gjithë këtyre, duke mos respektuar sponsorin në radhë parë, nuk më ka pëlqyer fare. Domethënë në qoftë se linte deri aty që bëri ata lojën që ndërhyvi, donte të prishte dasmën, fjalimin e tij që u ngrit, foli sa dojnë e veriçëm mund të dukte syri dikujt, por prapë është lojë, edhe dasma fundja për lojë është bërë aty, nuk është ishte një dasmë reale dhe ne duhet ta marrim përballë, duhet të jemi korrekt kundrejt Selinit dhe Gimbos. Por si ta thash, nuk më ka pëlqyer kjo prishja e hedhja e tortës, luleve që shkatroi e gjitha këto. I vetmi person që mua nuk më ka pëlqyer fare, edhe te fjalimet do ka qenë Juela. Nuk arrit ta kuptoj sigurisht se si Juela është ndruar në këtë lloj karakteri. Sinqerisht më bën shumë përshtypje se nuk e prisja që Juela, që ne njohëm atëherë pak më senun, me pas historisë së saj që ishte pozitive, u shndrua totalisht pas shoqërinë e saj që ka bërë me Rogertin aty brenda. Mund ta quaj qartazi që është qenushja e Rogertit. Domethënë vetë hap pas hapi Rogertit na pas, duke ndjekur dhe duke shkaktuar zhurma, debate do t'i quaja pa lidhje. Nuk më pëlqen fare. Juela është shumë out në atë gjë. Nuk e di se si e mendon në trurin e saj se si mund të duket jashtë, por
Më beso Guri, sinqerisht, Juela është personazhi me i urryer, me i urrëtur në syrin e publikut, më shumë se sa Rogerti në këto momente, sidomos pas dasmit, sepse një femër kundrejt një gëzimi femrës tjetër ngrihet dhe mundohet të bëjë diçka të tillë, vetë se Rogerti e ka dashur këtë gjë, është e patolerueshme. Mund ta justifikoj Rogertin deri diku se Rogerti në ditë deri tani këtë qendrim ka pas në shtëpi, por Juelës nuk i takonte këtë gjë, sidomos dije në të dasëm. Në krau tjetër Miri më ka pëlqyer qendrimi që ai ka mbajtur, por mund të them që i është bërë dhe pak shefi, pavarësisht se ka mbajtur edhe qendrimin që unë nuk përfshihem, por as nuk do të ndaloj ty. E kam parë në disa fragmente që vërtet është munduar ta parandaloj Rogertin apo reagimet e tij të tepërta që ka bërë aty, por më duket se Miri ka arrit të kuptoj dhe më duket ka filluar po bëhet pishman për shoqërimin dhe për bashkëpunimin që po bën në lojë me Rogertin, se ka filluar, besoj ka hyrë më thellë dhe ka kuptuar që kjo gjë nuk po i bën mirë sa i përket qendrimit të tij në shtëpi. Nuk e di nëse Miri do filloj të reflektoj kundrejt kësaj, sepse edhe vetë Rogerti në disa biseda që ka pasur me banorët e tjerë aty, sa i përket Gimbos, duke i drejtuar që ty Selin për të përdorur, gjithashtu edhe Miri për përdor mua, kështu që hap syt se këta dy thjesht duan që të na heqin e të dy dhe rifillojnë lojën e tyre bashkë sërish. Nuk e di nëse këto i kanë interpretime thjeshta për të prishur lojrat aty brenda Rogertit apo i beson vërtet këto gjëra. Këto mbetet për tu parë, por dasma dije ka qenë një dasëm Guri hidhu për dridhu, por më ka pëlqyer. Lëviz, çfarë pritet të ndodhë, po themi, pas martesës së Gimbos me Selin dhe si do jetë reagimi i Mirit? Po, se si do reagoj Miri ti Guri, kam parë gjatë ditës sot, pas dasmës, domethënë që ka pas një bisedë me Gimbon, në të cilin kanë qartuar disa kishkuptime sa i përket për ftesën e dasmës apo pranimin e dasmës që i është bërë Mirit. Mund të them që më ka pëlqyer kjo që pas kaq konfliktesh, ka shumë debate që kanë pas të dy, më në fund janë ulur dhe kanë biseduar edhe për të qartësuar pak ato kishkuptimet midis tyre. Nuk e di o Guri, nuk e di, na kanë gatruar si Selini edhe Miri, herë na duket sikur këta dy kanë ndjenja ose i mungon ajo loja që kanë pas me njëri tjetrin dhe duan sërish ta kthejnë atë lojë që ta kanë krijuar bashkë. Mund të them plot i bindur ti Guri që e gjitha këtë histori këta e kanë nisur të dy bashkë dhe unë besoj se kjo histori do përfundojë me të dy bashkë. Mbetet për tu parë, ka akoma shumë rrugë deri drejtim finales, por jam i bindur që mund të ketë një rikthim Selin Miri sa i përket lojës. Nuk dua të shpreh ide për ndjenja e tej, sepse nuk mund t'i gjykoj të kjo pjesë, se nuk jam aty dhe ta di, nuk jam ata që ta di ta kuptoj ka ndjenja apo jo. Por me reflektime, me shikimin e këto që shoh, nuk do ta komentoj fare këtë pjesë Guri. Thjesht jam i bindur që këta dy do ribashkohen sa i përket pjesës të lojës. Mbetet për të parë. Ndërkohë, besoni që do ketë dalje të Rogertit të Prime që vjen? Po të ishte për publikun Guri, publiku do e kishte nxjerrë që na dita bërë Rogertin në shtëpi. Puna është se në këtë fazë të lojës që ne jemi tani, publiku, pothuajse 80% publikut Rogertin e do jashtë shtëpi, sepse Rogerti ka arritur çdo limit. Do të them që ka tejkaluar çdo limit dhe i është dhënë më tepër se sa mundësi duhet i kishte dhënë vëllai i madh. Ajo dalje që ka bërë të Prime i kaluar dhe rihyrje që ka bërë sërish, të gjithë ne si publik na ka çuditur edhe është komentuar shumë pothuajse, dhe drejtimi që ka pas kundrejt opinionistëve, kundrejt Legionit, ato reagimet, ai kthimi, të vënë pak në mendime dhe të mendosh pak më thellë se çfarë vërtet po ndodh si vjet në këtë edicion me produksionin e tej. Mund të them që si Klevis mendoj se Rogerti, nëse publiku voton gjithmonë, Rogerti del të shtunën. Edhe kështu duhet të jetë. Është momenti që Rogerti të dalë dhe të shkojnë çik
komplet shtëpinë në një synim, me një sy krejt ndryshe, sepse jam i sigurt që edhe gjithë ata aty brenda do qetësohen pak disa ditë, se edhe do marrin një frym fellë dhe do rinisin Big Brotherin e tyre aty ku e lanë para se të hynte Rogerti. Unë të intervista fundit kam thënë që i duhet shtëpia Rogertit, e kam thënë është e vërtet, por problemi qëndron te Guri se i duhet shtëpia, por Rogerti nuk ka limite më. Domethënë, vërtet i duhet, por nëse Rogerti do të qëndrojë në shtëpi, duhet pak të marrë dhe pak të ketë pak kontrollin e tij dhe mos të i kaloj gjithmonë në vijat e kuqe dhe përsërisim të njëjta gjëra që o të skualifikohet o X i leva. Rogerti mund të jetë njeri flori jashtë, mund të jetë një baba i shkëlqyer, mund të jetë një bashkëshort i shkëlqyer. Unë personalisht komentoj një Roger se çfarë më jep në të shtëpi, dhe Rogerti aty brenda në të shtëpi nuk i ka dhënë këto shembulla që mund të ketë jashtë. Rogerti ka dhënë kundrejt të kundërtën e tij. Është futur në shtëpi me urrëtie dhe vazhdon urrëjet me së shumti. Edhe nuk besoj se do ketë mundësi me rregullu këtë pjesë, sepse kur dikush nis ashtu edhe vazhdon të jetë ashtu pa munduar ta ndrejqi, ashtu dhe do vazhdoj deri në pikën e tij të fundit. Uroj që të shtunë Rogerti të marrë valincën dhe të dalë në shtëpi, që edhe ne të jemi pak me të qetë si banorët, edhe ne dhe të shohim një Big Brother pak me norma, pa të i kalu limite dhe egzagerimet e mëdha. Levis, faleminderit për intervistën. Faleminderit juve.